Goj se çka synonin në prapasken dhe se si e ndaloi Albin Kurti këtë rrjet të dëmshme për vendin ton për cilë bota sot. Në vijnë shkrimi i tij plot. Rolja Shimthaqit në dialogun Kosovë-Serbi, analizë si përfaqësore e marrëveshjeve të dëmshme të Thaqit dhe Kurtit si stoperi tyre. Shimthaqi ishte arkitekti kryesor i dialogut me Serbinë për afro një dekadë, fillimisht si kryeministër, pastaj si ministër jashtëm dhe në fund si presidenti i Kosovës. Dialogu teknik filloi në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-s. Thaqi e prezantoi si dialog teknik, por në fakt u trajtuar në çështje shumë politike, si pranimi i dokumenteve nga Serbia, certifikata, targat, telekomi i Kosovës, doganat në veri e të tjera. Paramendoni kush mund hiqte bisedimet, një njeri që nuk kishte njohuri të mjaftueshme për të mos thënë fare disa nga vendimet që u morën, ai as që e kuptoi se çfarë dëmi i bëri vendit. Shumë vendime u morën pa transparencë dhe duke i lënë institucionet jashtë. Serbia, kur e pa se ky ishte një lop e gjallë, përfitoi nga këto marrëveshje dhe Vučić kishte dëshirë të vazhdonte dialogun me Thaqin. Ai vazhdoi ndikimin e veri dhe zotohej para qytetarëve të veriut se çizmia e shqiptarit nuk hyn në veri. Në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, Thaçi dhe Ivica Dačić nënshkruan një marrëveshje që parashihte krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, Serbia forcoi policinë e integruar me një komandant rajonal serb në veri dhe rregulloi pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale në veri. Serbia tashmë mori në kontroll institucionet në veri të Kosovës, ndërsa Kosova humbi një autoritet efektiv në disa zona. Ky nënshkrim i dha Kosovës një goditje të rëndë, e cila është ende e vështirë për të tejkaluar. Idenë e ndarjes Thaçi e shfaqi publikisht në periudhën 2018-2019 si korrigjim kufish, me synimin për të siguruar një marrëveshje përfundimtare me Serbinë që do të përmbyllej me një njohje reciproke. U përfol se Kosova do të jepte komunat në veri në këmbim të marrjes së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanosit nga Serbia. Çfarë ndodhi në prapasken? Thaçi ishte në kontakt të vazhdueshëm me presidentin Aleksandar Vučić, me përkrahje të heshtur nga Richard Grenell, i dërguari i presidentit Trump. U përgatit një plan që mund të përfshinte shkëmbim territoresh, por asnjëherë nuk u bë publik në mënyrë të plotë. Nuk pati konsultime me kuvendin, partitë politike apo popullin. Si e ndaloi Albin Kurti këtë rrjedh? Kur Kurti mori pushtetin në vitin 2020, dialogu u rikthye në binar të rinj. Kurti e bëri të qartë se mua më keni garancion se nuk do të ketë as ndarje, as asociacion me kompetencë ekzekutive. Ai u mbështet fuqishëm nga qytetarët dhe nga shtetet që janë kundër ndryshimit të kufive si Gjermania, duke thënë jo ndarje, jo asociacion etnik. Kurti paralel Çakut dhe Borellit kishte qasje të barabartë me Serbinë. Thaçi, zënë ngushtë nga veprimet e tij, shpesh ishte në presionin e ndërkombëtarëve, të cilët e kërcënonin apo tha çfarë të thomi ne apo dërgojmë ne çuzkë. Nga ky presion pranoi shumë marrëveshje pa kushte. Marrëveshja e Ohrit 2023, Kurti nuk e nënshkroi, ai pranoi ta zbatojë në mënyrë të njëanshme në disa pika, por e refuzoi plotësisht krijimin e një asociacioni me pushtet politik. Thaçi, i trullosur nga hetimet dhe gjykata që e priste dhe provoi si pa kokë. I dorëzuar para presionit të gjykatës, vetëm mua bënte amin marrëveshjeve. Ai trajtoi dialogun si një proces personal jo shtetëror, lëshoi shumë kompetencë në veri pa garanci që Serbia do ta njohë Kosovën, veproi pa konsultim institucional dhe nuk e mbrojti kushtetutën, sidomos kur bëhej fjalë për zajednicën ose manastiret. Thaçi krijoi imazhin e babait të Kosovës, duke synuar ta përmbyllte karrierën politike me një marrëveshje historike, duke pretenduar se po e zgjidhte problemin me Serbinë. Hetimet e speciale se i gjetën në akuzë dhe më vonë e dërguan në Hag. Krejt në fund, Thaçi e vendosi dialogun në rrugën e rrezikshme të ndarjes territoriale dhe e bëri lëmsh pa transparencë. Kurti u shfaq si një figurë kundërshtuese, duke ndaluar trendin e ndarjes dhe krijimin e strukturave paralele. Sot, Kosova ka sfidën e madhe të ruajtjes së sovranitetit, të përballet me presionin ndërkombëtar dhe të mos kthehet mbrapa në marrëveshjet e dëmshme të së kaluarës.